Një grup maturantësh nga Zadari i Kroacisë kanë emocionuar opinionin publik pasi i dhuruan një veturë arsimtarës së tyre, si shenjë falënderimi dhe respekti për përkushtimin ndaj tyre. Videoja e momentit kur vetura arrin para shkollës dhe nxënësit i bërtasin surprizë është bërë virale në rrjetet sociale, ndërsa arsimtarja shpërtheu në emocione teksa përqafohej nga nxënësit e saj. Mësimdhënësja tregoi se prej vitesh lëvizte në këmbë për të mbajtur mësim në disa shkolla, pasi nuk ishte mundësi të blinte një veturë. Ajo tha se nxënësit kishin kuptuar vështirësitë e saj dhe kishin organizuar gjithçka në fshehtësi për një kohë të gjatë. Arsimtarja rrëfeu gjithashtu se është nënbeqare dhe se më parë kishte kaluar një betejë me kancerin e gjirit, duke e bërë edhe më prekës gjestin e maturantëve. Videoja ka marrë reagime pozitive, me shumë komentues që e kanë cilësuar si një nga surprizat më emocionuese për një mësimdhënëse.